цената на дизелот кај нас порасна за 34,5% или од 71 на 95,5 денари. Çmimi i natës tek ne është rritur për 34,5%, pra nga 71 në 95,5 denar. Nga transporti dhe bizneset e kompanive deri te ajo që qytetarët e ngjejnë më së shumti shtrejtimi i produkteve bazë ushqimore. Para krizës, buka e bardhë prej 500 gramësh kushtonte 34 denar, ndërsa tani në disa markete shkon në 47,5 denar. Vaji nga 77,5 në 110 denar, vezët nga 220 në 290 denar, mielli nga 40 në 52,5 denar, ndërsa qumshti me 3,2% yndyr nga 67,5 në 82,5 denar. Rritje drastike ka edhe te perimet dhe frutat, tomatet nga 130 në 235 denar, ndërsa mollët vendasin nga 45 në 70 denar. Ka pasur një rritje të pagës minimale prej 1.667 denarësh. Me këtë nuk arrihet asgjë. Shporta e konsumit ka arritur pothuajse në 68.000 denar.